Realisht, kur po ngjisnim ato rrugicat e Kalas për të ardhur deri këtu edhe ndërkohë po më thoshte Nea me Benetin që ka shumë njerëz, thash apo thonë çfarë dëshirojnë apo po thonë çfarë është në realitet, sepse nëse shumë njerëz kanë rezistuar deri në fund të asaj ngjitje, atëherë i bi që jo vetëm jemi të fortë, po jemi më të fortë se asnjëherë tjetër. Tani nuk diskutohet që do na hidhen fyt me një herë flamingot edhe do thonë patronazhistat janë mbledh atje, administrata është mbledh atje, të gjithë janë mbledh atje me zor të madh. Po unë ju falenderoj shumë për këtë dhe çmoj shumë realisht mundimin për të ngjitur deri këtu së bashku. Një ngjitje që ka qenë jo lehtë, por patjetër që po të marrësh parasysh se nga e kanë nisur ata që e themeluan Partinë Socialiste dhe pastaj nga e kanë nisur ata që morën guximin në Shkodër ta çelin degën e Partisë Socialiste, atëherë besoj që jo vetëm nuk kemi asnjë arsye për të qarë për vështirësitë apo për të ndjerë të lodhur nga vështirësitë, po i kemi të gjitha arsyet për të vazhduar të ngjitemi, për të ngjitur Shqipërinë aty në majën ku na kanë lënë amanet rilindësit tanë dhe aty ku ja kemi borxh fëmijëve tanë në Bashkimin Evropian. Duke u përpjekur të mbledh disa mendime për të ndarë me ju, po mendoja që pavarësisht se kjo sken këtu dhe ky shesh është zgjedhur për bukurinë e vet të jashtëzakonshme dhe për hijen e magjishme që ka, gjithsesi më duket sikur sot pikërisht ky takim na lidh në të sotmen me atë që është edhe legjenda e kësaj kalaje. Legjenda e atyre që përpiqeshin të ndërtonin ditën dhe e atij që prishte natën.